Një prej kërkesave shumë të mëdha ka qenë prej nanave ose grave shtatzana ose nanave gjithdanse se qysh mi shfrytzu hurmet në fund shtatzanisë, po qoftë edhe për gjithdhanje me çka me stimulu qumshtin e gjirit. Atëherë në sot po du me nda me juve një recetë që është ideale, është shumë e shpejt, nuk ka edhe shumë përbërës, po kish me qenë një prej vakteve që une vazhdimisht e nisi dite, tash në fund shtatzanisë, po gjithashtu edhe ka me mdimu tash me stimulu qumshtin e gjirit, po edhe pasi që t'lind bepa. Atëherë qa kemi zgjedhur sot me kombinu, janë hurmet. E dim që hurmet janë shumë preferume për shkak të sasisë energjisë që japin edhe për procesin e lindjes, gjithashtu edhe përmbajnë shoqer të mirë që një farforme që na ndihmojnë me stimulu edhe gjithdhanjen. Po më zgjedh tërshan, unë e shfrytëzoj tërshanën pa gluten, edhe pak gjalp kikiriki për proteina dhe për mineralet që i përmban. Fara qia edhe fara lire, këtu krejt i kom lanë në ujë të nxehtë për me arrit bymimin maksimal, ndërsa hurmet mu zbut ma shumë që smoothie me dal ma i langshëm. Unë i shtoj qumsht edhe banane, edhe normal kanil, për arsye se kanila ndikon me neutralizu sheqerin në gjak.